Një video e pazakont ka mbërritur në redaksin ton nga një qytetar nga Saranda, i cili raporton një ngjarje shqetësuese në lagjen nr. 4 të qytetit brevdetar. Siç shikohet qartësisht në pamjet filmike, dy gra, të identifikuara nga banorët me inicialet VB dhe MS, marrin një kapak pusete buz trotuarit dhe më pas futen në shkallët e një pallati aty pranë. Sipas mesazhit të qytetarit, raste të tilla janë bërë të shpeshta dhe kapakët e pusetave janë hequr disa herë, duke krijuar rrezik serioz për fëmijët dhe kalimtarët në zonë. Ai thotë se banorët janë ankuar në polici dhe bashki, por sipas tyre nuk është marrë asnjë mas deri tani. Megjithse veprimi i filmuar është i qartë, motivet e dy grave mbeten të panjohura. Banorët dyshojnë se pas sjelljes së tyre mund të fshihen probleme të rënda sociale, kushte të vështira ekonomike ose sfida të shëndetit mendor, elemente që kërkojnë vlerësim të mëtejshëm nga institucionet kompetente. Banorët e lagjes kërkojnë ndërhyrje urgjente për të siguruar zonën dhe për të shmangur incidente të rrezikshme, ndërsa presin që autoritetet të marrin në dorë situatën dhe ta trajtojnë rastin siç duhet.